pse shqiptari shpiku besën? Nuk e shpiku, nuk e shpiku, nuk e shpiku, nuk e shpiku, më thuaj pse, më jep përgjigjen antropologjike, juridike, pse besa nuk është shpikje, vetëm ne besa është gur themeltar i të qenit shqiptar, pikërisht pse, sepse besa vendos të shqiptarin dhe jo feja. Prandaj ne kishim besën. Kurse të tjerët kanë patur, mos i bë këto ndasi. Mos i bë këto ndasi. Kanuni laboris ka një koncept tjetër. Unë flas për zakon. Në qoftë se flet për jug dhe veri, flas për antropologji, arbëreshët janë në jug, por shumica që kanë ikë ande janë nga veriu i Shqipërisë. Prandaj, neve jugu dhe veriu, ato çfarë? Himara. Janë mirëditor të zbritur. Gjysmat janë nga Kruja, nga Mirdita. Në rregull, prandaj ju dhe veri, mos i ngatroni Shqipërisë, të lutem. Besa është Simon që nga i marra mbi direktor zbritur. Po jo janë autoktonë more, si që kanë mirë direktor zbritur. A kem bjemrat? Ja ta them unë, bjemrat. Për shembull, dikush quaj Kol dhe kishte mirëmin Leka. Zbriti, bjemri është Koleka. Ka një shpjegim larg. Do të vazhdoj më tutje. Ka zbrit nga prokonati, ka zbrit. Atë keq pikërisht, po çfarë, është malësi, është malësi e laboris. Himara ka qenë pjesë e labrit. Është Himara tani se kalove te Himara. Çështja ishte besa, po këto çuditëra që më bënë Nida mua, ne më thotë jemi popull i pa besë. Ore, unë po të flas mbi faktin me njëri tjetrin. Ti më shkove dhe ne për të huaj t'japim jetën. Ama kur vjen puna, se çfarë tregoj? Tregoj një të dhënë historike që vret. Tregoj një të dhënë historike të afërt që vret. Disa shqiptar të tjerë, në moment kulminant të gjithë treve që sonë është persekutuar. Një sekond ta mbaroj. E persekutuar e ja futën shqiptarët e vet. E ke gabim. Pse e tha Goxha? Jo, e ke gabim. Këtu shfrytëzohet, më lësh, këtu shfrytëzohet, lere Goxha tani. Mos kërkon dim nga Goxha. Këtu shfrytëzohet ndjenja që ka populli shqiptar për liri. Në qoftë se shkoj dikush dhe ngre kundër. Po ai 500 vjet turku na knaqi. Po hajt tash, patriotizëm, po flasim me fakte. Se s'po bëjmë baklava këtu. Jo, as pet byreku s'po bëjmë. As revani. Po as bukmisri, çka ke? Çka keni ju andi nga antë tua? Se në Revanin e kemi në Lebri. Ju andi poshtë nga Grishia, si e keni? Më falë, nga Saranda. Moje Nida.